qëllimi i takimit? Atëhere, më tepër ishte një takim për të diskutuar lidhje me problematikën që ka jo vetëm porti i Durrësit, por edhe ndikimi i tij në gjithë ekonominë e qytetit të Durrësit dhe të Shqipërisë, po kështu edhe lidhja që ekziston midis prishjes portit të Durrësit dhe ndërtimit portit në Porto Romano, të gjithë problematika teknike dhe dëmi i madh që është shkaktuar buxhetit shtetit aktual, por që llogaritet deri në fund të 2029 të shkojë 9,6 miliard euro, pra 1,6 miliard euro më tepër se buxheti i shtetit, dëm i cili me kalimin e viteve do rëndohet dhe duke e kthyer portin e Durrësit nga një pikë strategjike për Shqipërinë dhe për gjithë rajonin në një port të parëndësishëm, në një port të fundit në rajon dhe mbi të gjitha, siç e thash, jo vetëm për interesat financiar, por edhe për interesat strategjik kombëtar, duke kthyer në një pozicion shumë problematik edhe në lidhje me cënimin e interesave të sigurisë kombëtare. Kështu që diskutimet sot në fakt ishin goxha të vlefshme, edhe në raport me politikën që ka ndjekur Partia Demokratike, zoti Berisha posaçërisht, dhe niveli i teknikëve brenda dhe jashtë Partisë Demokratike, po kështu edhe betejën ligjore që do ta vijojmë sepse mendojmë që reagimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës është në momentin e duhur dhe ne nëse do ta shtyjmë më tej, kemi mundësinë për ta rikthyer situatën në gjendjen fillestare dhe pse jo për të investuar për ta bërë portin e Durrësit një port model për Shqipërinë dhe për gjithë rajonin dhe nga ana tjetër për të denoncuar deri në fund, sepse unë vijoj të qëndroj pretendimit tim se përpara se të jetë një aferë korruptive dhe kriminale, është një aferë me karakter antishqiptar. Kështu që ne do të qëndrojmë deri në fund për të mbajtur fort portin e Durrësit, se duke mbajtur fort portin e Durrësit ne mbajmë Shqipërinë. Faleminderit.